më dëgjoni kur që të përmend prokuror e gjyqtar, pasi unë besoj që ata duhet bëjnë detyrën e tyre ashtu siç e kam bërë dhe unë. Dhe secili duhet jetë i lirë për të vendosur dhe për të gjykuar pa qenë indikuar nga gjyqet publike, nga gjysmëvërtetat, nga të pavërtetat apo nga gënjeshtrat. Unë nuk kam dhe s'kam pasur kur lidhje me korrupsionin dhe nxis shëhetimi që ka nisur prej muajsh ndaj meje dhe që nuk e kam penguar kur, as në pozicionin tim si ministër apo si zëvendës kryeministër dhe as në pozicionin tim si qytetar i lirë i Republikës Shqipërisë, të vijoj për të nxjerrë të vërtetën sipërfaqe. Unë nuk kam as 300, as 30 dhe as 3 apartamente. Nuk kam as 1, as 2 jate. Nuk kam as limuzina, as helikopter dhe as avion. Por, të gjitha këto janë pjesë e një gjyqi publik, i cili fatkeqësisht bëhet me lehtësinë më të madhe në këtë vend, por për të thënë të drejtën, unë jam rritur me gjyqet publike. Dhe ndoshta kurrizi ma mban më mirë se kujdo tjetër gjyqin publik, pasi jam trajnuar dhe kalitur që e vogël. Unë ditë bëj punën time, sigurisht se cili ka mënyrën e tij, jam munduar të bëj më të mirë, ndoshta mund ta bëja më mirë dhe këtë nuk e vë ndyshim fare. Por as nuk e kam penguar drejtësinë dhe as nuk do ta pengoj kur drejtësinë tek e cila unë besoj